falë Vezaj. Më mirë e fillojmë bashkë duke qenë si jeni edhe larg dhe keni bërë një shkrim sot, pikërisht për datën e arrestimeve. Pse pas zgjedhjeve jo para zgjedhjeve? Në fakt unë nuk i dal do të tanë hoxhës para, por këtë rast duke qenë që jam larg, tani më favorizon, më le pak leje që të dalë edhe unë këtej që filloj me mua. Në fakt unë që e kam bërë këtë shkrimin që dje duke pa vetëm pak mas dite orientova që dëgjova po themi para shumë gjitha teatrin e konferencës për shtyp. Dhe unë rendita disa nga ato fakte dhe disa nga ato pyetje të cilat realisht lindin pas gjithë atij operacionit famshëm apo të propaganduar se ishte një operacion shumë i suksesshëm, siç thatë edhe vetë me arrestimin e të arrestuarve dhe me të shpallur kërkim personave të shpallur kërkim. Ajo që më bëri me përshtypje në fakt është fakti që si ka mundësi që prokuria e antimafjas italiane ka dhënë vendimet e arrestit, po themi që me datë 22 shkurt dhe në Shqipëri ndodh me 22 maj, thuajse rreth 3 muaj fiks pas operacionit ndodhur në Itali. Ajo çfarë le për dëshiruar është fakti sepse Spaku me propagandën dhe tamtamët e tyre kanë njoftuar gjatë gjithë kohës që kanë të atashuar edhe prokurorët antimafjas në Ministrinë e Drejtësisë, të cilët janë dy persona në fakt, një oficer kontakti dhe një etus apo prokuror, nuk e di çfarë roli mund të ketë. Dhe gjatë gjithë kohës prokurorët e Spakut apo vetë institucioni i Spakut thoshte që duke qenë që është ngrit besueshmëria për Spakun, jemi në kohë rekord dhe në kohë reale ne organizojmë operacione me autoritetet italiane. Pra, të gjitha operacionet që thoshin kemi grupet përbashkëta hetimore, grupet të cilat punojnë në kohë reale, na doli që nuk ishte vërtet. Për shkak se u deshën 3 muaj që kjo operacion të organizohet në Shqipëri. U deshën 3 muaj sepse prokurorët e Spakut donin që të vinin prokurorët e antimafjas italiane për të bërë disa foto dhe video për të shpërndarë njerëzve që shiko se ne po bëjmë. U deshën 3 muaj sepse drejtuesi i prokurorisë Spakut kërkuan nga autoritetet italiane që të shtyhet për shkak se është procesi zgjedhor dhe nuk donin të interferonin në zgjedhje, apo ishte ndërhyrjet e politikës, të cilët dihet tashmë që Troplini, Gjevdet Troplini apo të besuarit ose djali i tij Fatmir Troplini dhe Ervis Doçi ose visi i Pojës kanë mbështet kandidatin e Partisë Socialiste, siç e thatë edhe vetë, ka marrë vota më shumë se dhe kryeministri Rama me modelin e Ergys Çorbjes dhe Vanxhush Dakos dikur. Dhe për këtë fakt mendova që më duket se kjo është një lojë që të cilës mund t'i vijë era, për shkak se nuk mund të themi që operacioni është për një krime të kryera. Ky operacion në 2025 bën për veprat penale të konsumuara gjatë 2016-2022, pra 3 vite me vonesë. Kush e bëri që të pushojë për 3 vite mos kishte ndërhyrje në Shqipëri për këtë grup, ku të cilët të gjithë e dinim se kush janë këto personazh? Mos harrojmë që në 2014, në maj, pikërisht në maj të 2014, kur u bë operacioni revanshi, prokurorët e Spakut dërguan forcat Renea për të arrestuar Miren e Pojës ose Fatmir Troplini, të cilin nuk e gjetën, por i gjetën 3 milion euro cash të futur në disa kazane plastike në Obar. Pra, i sekuestruan parat, por personat nuk u arrestuan. Dhe çfarë ndodhi? Vezaj, 3 milionë për cilin fliset dje Spak dhe antimafja, është pikërisht ky 3 milionë? Këto doja të thoja. Unë e çudit që vetëm Shqipëri ndodh që 2 herë dalin konferencë për shtyp për të njëjtën shumë parash. Në 2014 thanë që u sekuestruan 3 milionë. Që është ka pas para një viti. Tani këtë vit thanë që janë 5 milion dollar, por 5 milion dollar e vlerësuan te 2 milionë i pasurive që këta e kanë. Domethënë vlera e pasurisë të cilëve këtyre është sekuestruar, flasim bizneset, lokalet, firma ndërtimit, ka një vlerë të 2 milion dollar. Dhe në total thanë që bëm një sekuestrim 5 milion dollar, duke referuar edhe atij njoftimit për shtyp të 2014-s, për cilën u mburën edhe në atë kohë që u sekuestruan 3 milion dollar. Ajo që është më e çuditshme, çfarë ka ndodhur? Dhe për mua që është shumë e çuditshme. Prokuria e Spakut sekuestroi të gjithë këto kompani të tjera dhe nuk sekuestroi kompaninë të cilën Edi Rama në prill të këtij viti dha leje ndërtimi për ndërtuar një kompleks, një pallat në Durrës. Këtë kompaninë këta nuk e sekuestruan Prokuria e Spakut, që dihet që është e bashkëshortës së njërit prej këtyre troplinëve. Dhe kanë marrë leje, zoti Rama i dha leje me 6, mos gaboj me datë 1 prill. Në mesin e të gjithë lejeve të ndërtimit, 43 leje të ndryshme, dha leje edhe për troplinët. Pra,
Në një kohë që në 2014 prokuroria i gjeti dhe sekuestroi $3 milion. Në prill të vitit 2025, kryeministri Edi Rama jep leje ndërtimi këtij grupi kriminal. Pra nuk ka asnjë verifikim minimal për të parë se kush janë këto persona mbrapa kësaj kompanijës të cilët po marrin një leje ndërtimit për të bërë një pallat, që me një klikim të thjeshtë në Google mund ta identifikoni se këta janë personazhe të cilët janë të akuzuar ose të dyshuar për trafik droge, apo të akuzuar për vrasje apo për implikime në ngjarje të caktuara. Pra, kryeministri Rama, me gjithë strukturat shtetërore të cilat i ka në dispozicion, nuk paska në gjendje të verifikojë se kush janë këto kompani të cilëve po jep leje ndërtimi, apo ndoshta është ai versioni tjetër, i cilin e thatë edhe ju, që mos ndoshta e kanë favorizuar duke i dhënë leje ndërtimi një muaj para zgjedhjeve individ të ndryshme dhe mes tyre dhe troplinëve për t'i ndihmuar në zgjedhje që realisht ndodhi faktikisht tani në zgjedhje ndodhi që kontribua në Partinë Socialiste. Edhe për këtë fakt mendoj që prokuroria e Spakut nuk e di se kush i ka ndaluar për gjithë këtë kohë për të kryer një operacion, edhe një arrestime të tilla ose për daljen në konferencë për shtyp. Nuk e dim se kush është personi, po themi që ka kaq ndikim të madh saqë të detyrohen prokurorët e Spakut të shtyjnë arrestimin e tyre për 3 muaj, edhe pse unë nuk besoj që në raste tjera ne kemi pas pafundësisht raste kur autoritetet italiane njëkohësisht me autoritetet shqiptare kanë kryer operacione të përbashkëta, që në shkurt, po themi, mund të kishin ndodhur siç ka ndodhur në raste tjera. Në këtë rast nuk ndodhi. Ajo tjetra që unë mendoj që ka shumë gjëra për pyetje të ndryshme që unë ngren nga kjo e gjithë historia, është se si ka mundësi deri në 2022 ky grup kriminal pas ka funksionuar, po nga 2022-2025 ky grup nuk funksiononte? Dhe për këtë fakt them që shqyqyr, siç ndodh gjithmonë, ka qenë grup, ma ka qenë shteti. Shqyqyr që ndodh se gjithmonë në Shqipëri, Spaku është ndërtuar në 2019 me gjithë ato propagandën e madhe që do bëjnë namin e ku e diun se çfarë. Vjen autoritetet italiane, sjellin materialet përsëri si shumë dosje të rëndësishme në Shqipëri për trafikun e drogës, i sjellin gjithmonë nga jashtë dhe prokuroria e Spakut thjesht bën zbatimin e detyrës dhe bën arrestimin e tyre. Po ku ishin prokurorët e Spakut nga 2019 deri 2023? Prokuroria e Spakut bën njoftimin, arrestim nuk kemi parë deri tani. Dakord jam, edhe arrestime than emra siç ndodh edhe në Shkodër, siç than shkuam bëm kontroll gjatë fushatës në partinë apo njerëz të deputetit Tom Doshi, sekuestruam para, sekuestruam aparate telefonike, tollona nafte, të cilat u zhdukën. Në fakt nuk figurojnë në asnjë vend që janë sekuestruar. Por thjesht është kjo idea e zhurmës që duan të bëjnë. Ajo cilën mua më radhe në sy, them drejtën edhe rendita dhe sot, është historia që arrestuam ose një avokat, i cili pas ka ndikuar në 4 çështje të ndryshme ushtrim ndikim të paligjshëm ndaj personave X. Po si ka mundësi avokati arrestohet dhe gjyqtarët, prokurorët apo oficerët të cilët ky avokat pas ka ushtruar ndikimin e tij nuk janë në hetim apo nuk janë të arrestuar? Kë pas ka manipuluar ky avokat që këtë arrestojnë, ndërkohë personat të cilët ky i ka ndikuar te gjyqësori, prokuroria, kush janë këto individët? Pra, ka shumë të dhëna, ka shumë dyshime nga kjo histori që unë mendoj që ka pyetje pafundësisht. Edhe ajo qëndrimi i drejtuesit policisë shtetit, në fakt, që tha që ne jemi njoftu këto 24 orët e fundit, kjo tregon që prokuroria e Spakut nuk ka besim në policinë e shtetit, nuk ka besim në drejtorin Proda, dhe unë kam thënë edhe ato që në shkrimin e sotshëm që uroj që edhe Proda mos të përfundoj në emër me atë sloganin tash të famshëm të Spakut, në emër të dyshimit të arsyeshëm të arrestohet apo të bëhet, sepse dihet që njëri ja sekuestruan telefonin për dekonspirim operacionesh për çështjen e çapajve në Elbasan. Dhe çfarë është bërë me atë çështje ende dhe sot kësaj dite nuk dihet. Prokurorët e Spakut e mbajnë për presion, nuk kishte asgjë dhe ja kthy telefonin, nuk ka përgjigje nga kjo, nuk ka asnjë pyetje, nuk ka asnjë shpjegim nga prokurorët e Spakut se çfarë ndodhi me telefonin e drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit. Pra të gjithë këto raste, mendoj unë, të gjithë këto diskutime kanë pikpyetje të mëdha për të cilat do shohim në ditën vazhdim se çfarë do të thonë, por të thuash që marrin disa biseda në Sky dhe historia e bllokimit të një shumë të caktuar parash të 2020 dhe nga biseda në Sky del tani që ore këto parat pas kanë qenë të troplinit dhe hajde burra ti ngrejmë akuzën tani në këtë moment, nuk e di me çfarë provash se si do t'i provojnë të gjithë këto fakte të cilat thanë dje që do ndodhin, por ajo tjetra që është edhe pak që mendoj do ta diskutojmë edhe në vazhdimsi, si ka mundësi që nga 2014, në maj 2014, prokurorët e Spakut po hetonin troplinët.
si ka mundësi që nuk pikasën në asnjë moment gjatë gjithë kësaj kohës të përgjimit kësaj familje apo të personazheve të ndryshëm të kësaj dosje, nuk e interceptuan në asnjë moment prokurorët e task force-së së famshme që u ngritën për zgjedhje që këta po mblidhnin vota ndaj një kandidati të Partisë Socialiste. Të gjithë e dim që ishin troplinët që ndihmuan Arkend Ballën për të fituar zgjedhjet. Dhe si ka mundësi këto prokurorët e SPAK-ut ose task forca e famshme që u ngrit 3 muaj para zgjedhjeve nuk interceptojnë asnjë moment një përgjigje apo një bisedë që flitej për votat apo për mbledhje votash nga këto grupe kriminale, qoftë të Ergyz Agaçit apo të troplinëve. Kjo dhe shumë pikpyetje të tjera mu më ngrenë për të thënë që më shumë më duk si show ajo dhe një pompozitet i thjesht për propagandë se sa një gjë reale si që mund të ketë ndodhur. Apo parandaloj manipulimin e zgjedhjeve? Shiko, unë nuk e di a ndihmoj apo ndikoj në zgjedhje, por ajo që është e vërtetë tashmë ne e dim gjithë që mos veprimi i SPAK-ut bëri që kandidatë të ndryshëm të cilët janë në hetim nga SPAK-u, kur të fillojmë nga zonja Gjaçka, Ndreca, deputet Gjignuri, Taulan Balla e shumë personazhe të tjerë, qoftë edhe kryetari i Bashkisë Shkodrës, për cilin tani njoftoi para ca ditësh që i është komunikuar akuzë para zgjedhjeve dhe SPAK-u ndryshe nga herët e tjera nuk njoftoi gazetarët për komunikimin e akuzës të kryetarit të Bashkisë Shkodrës për shkak se do ndikonte ndoshta në zgjedhjet. Dhe mendoj që duke qenë ka qenë rënë velje, sa herë duhet të bëhet sikur po punon, zbulon në pro. Duke qenë që nga një farë mënyrë ata nuk vepruan, po themi, qoftë edhe për të arrestuar apo për t'i komunikuar mas sigurie të gjithë këtyre deputetëve ose përfaqësuesve të mazhorancës, të cilët u rikandiduan dhe u rizgjodhen, qoftë në lista të mbyllura për të hapura në zgjedhjet e 11 maj, mendoj unë që SPAK-u në një farë mënyrë i ka favorizuar duke mos ngritur hetim, sepse çfarë kuptimi kemi tani pas zgjedhjeve në qoftë se SPAK-u i komunikon akuzë apo i shpall për themi persona për t'i arrestuar. Çfarë kuptimi ka tani ku ata mblodhen vota, kontribuan po themi në zgjedhjet e 11 janarit dhe çfarë efekti do të ketë pastaj edhe në qoftë se SPAK-u mund t'i ngre akuzë apo t'i arrestojë këto personazh ku dihet tashmë se ata ishin në hetim. Dhe në qoftë se SPAK-u do vepronte me shpejtësi ndoshta në hetimin e çështjeve dhe zbardhjen e tyre, ndoshta disa nga këto kandidat ose nga këto deputetët nuk do ishin në listën e deputetëve të cilët u rizgjodhen përsëri. Dhe për këtë fakt mendoj që SPAK-u duke mos ndikuar ndoshta për mos arrestimin e këtyre apo mos komunikimin e akuzave i favorizoi në një farë mënyrë. Dhe propaganda që ngriti apo u ngriti gjithë ajo skema e famshme e sfilatave bashkë me prokurorin e përgjithshëm dhe kryetarin e KQZ-s apo drejtorin e policisë së shtetit, mendoj që ishte pjesë e një propagande për të krijuar imazhin publik në opinionin publik për të thënë që shiko se SPAK-u po punon apo dhe prokuroria është në krye të detyrës që oralisht e cilësova në një dalje tjetër para shumë si në kohën e firmave piramidale që dolin thoshin që hidhni paratë e nese do fitoni, ndërsa këta kishin mos hidhni vota se do ndëshkoheni. Po se ku janë ndëshkimet, të gjithë po e shohim se çfarë ka ndodhur. Vetëm policia e shtetit ka referuar vetëm çështjen ndaj deputetëve ose kandidatëve të opozitës ose partive opozitare. Vetë SPAK-u me task forcat e famshme të ngritura nuk bëri asnjë ndërhyrje, asnjë veprim ndaj mazhorancës. Tha që statistikisht kemi numër hetimi me shumicë, qoftë nisur me iniciativë apo me kallëzime të ardhur nga policia dhe çfarë ndodhen asgjë. Mos harrojmë çimi sepse në 2021 SPAK-u ishte. Çfarë ndodhi? 115 kallëzime u denoncuan e u bën kallëzime penale në atë kohë, diku rreth 45 prej tyre u regjistruan si procedime penale, çfarë në fund vetëm 3 persona u dënuar. Në 2023 po e njëjta skemë me pompozitet, SPAK-u ishte në krye të detyrës. U bën 240 kallëzime, SPAK-u tha po hetojmë 33 procedime penale dhe çfarë ndodhi? Vetëm 3 raste dhe dihet ai famshmi i Belerit dhe tjerët pastaj nuk kishte asnjë gjë konkrete. Në 2025 çfarë bën? Shku nëpër institucionet si KQZ-ja për të bërë sfilata, shku nëpër prokuroritë e rretheve për dalë fotografi prokurorët me para gazetarëve që shikoj se erdhën prokurorët e SPAK-ut në Shkodër apo në Lezhë apo aty. Dhe çfarë rezultoi? E para njerë task forca e ngritur nuk funksionoi dhe nuk kemi asnjë hetim të marrë iniciativë apo me kallëzim me tyre.
E dyta që 123 kallëzimet e bëra, 35 procedimet, çfarë kemi deri tani? Vetëm sekuestrime telefonash, asgjë gjërash konkrete. Të gjithë e dimë në Shqipëri se sa kanë ndikuar qoftë grupet kriminale, qoftë administrata shtetërore në këtë zgjedhje. Duhe përdorur, po themi, gjithë ato makineritë e shtetit dhe edhe pse ishte e paligjshme. Dhe çfarë ndodhi nga SPAK-u? Asgjë. Kemi vetëm disa hetime ndaj opozitës. Mos harrojmë edhe një gjë tjetër. Me reformën e drejtësisë, prokurorët janë të pavarur. Është dëshira e tyre me nis apo mos me nis hetime ndaj partive politike, individëve caktuar apo subjekteve të ndryshme, të cilët edhe mbi bazën e asaj se çfarë kallëzojnë të tjerët, janë prokurorët të pavarur deri në atë pikë sa që vendosin vetë që është për dërguar në gjyq ky person apo nuk është për dërguar në gjyq. Prova kanë dhënë disa prej tyre, të cilat me bindjet e tyre të famshme kanë vendosur mos fillim hetimësh, si për rastin Gjaçka, rastin e Beçajt, janë prokurorët e SPAK-ut të gjithë këta dhe gjyqkata i ka detyruar në një farë mënyrë që këta të bëjnë hetime ndaj këtyre zyrtarëve shtetëror. Pra, pavarësia që i ka dhënë në hetimin e çështjes individëve dhe prokurorëve të caktuar, mbetet në dëshirën e tyre pastaj për të ndjek penalisht qoftë një subjekt politik apo një individ caktuar. Deri tani dëshira për ta ndjek subjektet politike apo mazhorancën është shumë e vogël. Dhe për këtë fakt që nuk e di se si mund bëhet. Para se të përcjell këtë flamurin shqiptar e kuptoj, flamurin amerikan, po këto dy tjerë çfarë i ke mbrapa? Njëri është flamuri i Kosovës dhe ky është flamuri i UÇK-s. Dakor. Falenderoj shumë. Faleminderit dhe suksese të gjithëve. Falenderoj.